Gjyqi me themel ndaj kryebashkiakut arrestuar të Tiranës, bashkëshortes e tij Ajola Xoxa dhe disa të bashkëpandehurve që do të gjykohen me procedurë të zakonshme vijon të zbaritet. Erion Veliaj nuk u paraqit pasi refuzon të qëndrojë pas kafazit të xhamt ku qëndrojnë të arrestuarit, pasi përmes avokatit e cilësoi mbajtjen aty të paligjshme dhe antikushtetuese, krahas pretendimit për qëndrim diskriminues. Cënon dinjitetin njerëzor të çdo individi që është në atë kafaz. Mungesa e 4 avokatëve të personave të dyshuar si bashkëpunëtor të kryebashkiakut të arrestuar bëri që prokurori posaçëm Moritz Dado të kërkojë shtyrjen e seancës, duke argumentuar se në këto kushte procesi nuk mund të zhvillohet normalisht. Gjykata pranoi kërkesën dhe vendosi edhe masën e pezullimit të afateve të paraburgimit për Erion Veliajin, i cili është i vetmi arrestuar i dosjes së bujshme, çka u kundërshtua nga avokati mbrojtës i kryebashkiakut të Tiranës. Kështu që kjo është një dëm të drejt për drejt të drejtës së tij për të qenë i lirë. Togat e zeza ndërkohë vendosën që të akuzuarit t'i vijë në dispozicion 24 fashikuj të dosjes që SPAK e çoi në pranga. Akoma jemi 24 fashikuj të panjohur. Media u lejua për disa minuta në sallën e gjyqit gjatë diskutimeve teknike, ndërsa më pas u vendos që seanca ndaj kryebashkiakut të Tiranës dhe bashkëpandehurve, mes së cilëve dhe bashkëshortja Ajola Xoxa, të mos filmohet. Në 27 prill dosja e Veliajit u nda në 2 fraksione, pasi 11 pandehur mes të cilëve biznesmeni Ilman Abule dhe ish deputetja socialiste Klotilda Bushka kërkuan gjykim të shkurtuar.